Gjatë vitit 2024, prokurori i shtetit ngriti 293 akt akuza për raste të korrupsionit, ndërsa në 9 mujorin e parë të vitit 2025 ishin 151 akt akuza. Por, në kuptim të ngarkesës me lëndë, rezulton se prokurori i shtetit ka pësuar regres në këtë fushë, duke pësuar ngritje të numrit të lëndëve të pasgjidhura. Në anën tjetër, prokurori Zef Përndrecaj vlerëson se në 2025 ka një progres sa i përket trajtimit të rasteve. Konsideroj si prokuror që në këtë vit kemi pas një numër të madh të rasteve të pranuara. Je mundu se cilin nga prokurorët që t'jep maksimumin dhe unë konsideroj se me krahasu me vitin e kaluar ka një progres theksum, por nuk do të thotë që jemi të kënaqur, ne jemi duke punuar vazhdimisht dhe po mundohemi që të përmirësojmë punën tonë në mënyrë që të kryejmë obligimin tonë para qytetarëve, nxjerrim rastet, hetojmë raste të mira dhe paraqisim para gjykatave ose të mbyllim në ato raste kur s'ka elemente të veprës penale. Ajo që ka mbetet evidente vit pas viti është se prokuroria nuk e ka fokusin e mjaftueshëm në ndjekjen e profilit të lartë të korrupsionit. Nga gjithsej 444 persona të akuzuar në vitin 2024 dhe 2025, vetëm 11 prej tyre janë zyrtar të profilit të lartë apo 2.47%. Kështu në të dhënat tregojnë se gjatë këtyre 2 viteve ndjekja penale nuk ishte edhe shumë e fokusuar në korrupsionin e profilit të lartë. Për më tepër, nga këto 11 raste, vetëm 3 persona janë akuzuar duke mbajtur detyrën e tyre zyrtare, derisa të gjithë të tjerët janë akuzuar pasi që e kanë përfunduar detyrën. Kështu, gjetje tregojnë se prokuroria ka ngritur akt akuza të profilit të lartë, kryesisht gjatë kohës kur të njëjtit vetë se kanë përfunduar detyrën e tyre zyrtare dhe jo në kohën kur të njëjtit ishin duke i ushtruar ato detyra. Çfarë na shpije kjo dhe çfarë na tregon? Kjo na është një tregues i qartë i një problemi strukturor se ndjekja penale po vazhdon të fokusohet në rastet e nivelit të ulët dhe të mesëm të korrupsionit, ndërkaq korrupsioni i nivelit të lartë, i profilit të lartë, mbetet në periferi të veprimeve prokuroriale. Akoma më shqetësues, në kuadër të këtij raporti na paraqitet fakti se nga ato pak raste të profilit të lartë, shumica e zyrtarëve janë të akuzuar vetëm pasi ata kanë përfunduar detyrën zyrtare, pra jo gjatë funksionimit dhe ushtrimit të funksionit të tyre publik. Dhe kjo e krijon perceptimin e në disa raste krijon edhe realitetin se sistemi reagon vetëm kur rreziku i ndikimit politik vjen. IKD gjen po ashtu se ka një numër të madh të akt akuzave që janë ngritur shumë vite pasi dyshohet se është kryer vepra penale. Sa i përket akt akuzave të ngritura gjatë vitit 2024, IKD gjen se janë një numër i madh i rasteve të cilat është ngritur akt akuza shumë vite pasi dyshohet se është kryer vepra penale. Për shembull, në 3 raste evidentohet se është ngritur akt akuzë për vepra penale që dyshohet se janë kryer në vitin 2016. Ndërkaq, në raport me akt akuzat e ngritura gjatë vitit 2025, rezulton se efikasiteti i prokurorit të shtetit ishte më i lartë. Kohën se kur vjen një kallëzim penal ose lajmërohet një rast në prokurori, shumë herë nuk e përcaktojmë na. Ka raste kur ne ndëgjojmë prej burimeve të ndryshme, qoftë prej media, qoftë atëherë ne iniciojmë raste edhe sipas detyrës zyrtare. Por rastet të cilet na vijnë, shumica e rasteve janë raste të cilet i denoncojnë qytetarët, organizatat ose individ të ndryshëm. Nuk varet kjo prej nesh se kur lajmërohet rasti.